inna Allaha wa malaikatahu, se më të vërtet Allahu dhe melaqet e tij yusalluna ala nabi, çon salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ja ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, o ju të cilët keni besuar, çoni salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurse Allahu Jalla Jalaluhu çon salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe salavati Allahut ndaj pejgamberit e dini që është lavdrim dhe përmendje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para krijesave të tij, kurse salavati me laqeve është lutje dhe rahmet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe na si musliman prej edukatës që duhet ta kemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është sa herë që ta ndëgjojmë emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të çojmë salavate mbi ta. Çdo salavat që na ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i mbrin ai salavat. Çish ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, hadithin që na transmeton Abu Huraira, e këtë hadith e kanë nxjerrë Abu Davudi dhe Imam Ahmedi, kurse Imam Albani ka bëu hasan hadithin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alay, jo çdo kush i cili thot dërgon salavate mbi mua, illa raddallahu alayya ruhi, vetëm se Allahu Jalla Jalaluhu e kthen shpirtin tim që t'ju kthej selamin e tyre, që t'ju kthej selamin e tyre. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Abu Huraira, thot la taj'alu buyutakum qubura, mos i bëni shtëpitë juaja varre, wala taj'alu qabri 'idan, e as mos e bëni varrin tim vend ku vizitohet dhe bëhen festa dhe madhrohet, sikur se i kanë shndruar varret e pejgamberëve vend adhurimi, popujt e mëhershëm. Wa sallu alay, dhe dërgoni salavatin mbi mua, fa inna salatakum tablughuni haythuma kuntum, nga se salavati juaj që e dërgoni mbi mua mbrin pa marrë parasysh se ku jeni dhe prej nga jeni. Për ata dhe njëri prej dietarëve bashkohor Abdulaziz Tarifi, Allahu e ruajt, thot prej të madhëruarit të Allahut është edhe të madhërimi i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shenjë e të madhëruarit të Allahut është të madhëruarit edhe të lavdëruarit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E të lavdëruarit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çush bëhet? Duke quar salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e sidomos në ditën e xhumë, për cilën kanë ardhur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur koprac, ata i cili kur përmendet emri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk çon salavatën mbi ta. Andaj mos bëhemi për atyre kopracave që pritojmë me çu salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sa herë që përmendet emri i tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Husein ibn Ali radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu, koprac është ai i cili men dhukirtu indahu, ku përmendem në prezencën e tina, lem yusalli alej, nuk dërgon salavatën mbi mua. Hadithin i ka bërë sahih Sheikhul Albani. Gjithashtu vëllezër të ndershëm, prej alameteve të imanit është që të çojmë salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e përmend edhe hadithin e mëhershëm që pejgamberi ka thonë, la yu'minu ahadukum, nuk ka besuar ndikush prej juve derisa unë t'jam më i dashur tek ai se sa vetja e tina, se sa prindrit e tij, se sa familja e tij dhe se sa njerëzit në përgjithësi. Andaj nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më i dashur në mesin ton, andaj si ta neglizhojmë salavatin ndaj tina sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu thash se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më parsori te na se sa gjithë njerëzit tjerë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, më afër meje në ditën e gjykimit është ai i cili çon salavatën mbi mua, ashtu siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, awla nasi bi yawm al-qiyamah, njerëzit më të afër tek unë ditën e gjykimit, aktharuhum alayya salatan, thot ata të cilët më shumë t'i dërgojnë mbi mua salavate. Prej vlerës së salavatit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se çdo herë që muslimani çon salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala çon salavatën mbi atë person. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush dërgon ndaj meje një salavat, Allahu Jalla Jalaluhu dërgon 10 salavate për to.
Pra mendo, ti dërgon një salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalla xjalaluhu i dërgon 10 salavate për ty. Veç asaj, Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, Allahu subhanahu wa taala ja shlyn 10 gjunahe, edhe e ngrit në 10 derajat, në 10 shkallë më lart, si shkak i salavatit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith e transmeton apo e ka nxjerrë Imam Nasahiu në Sunenin e tina dhe Sheikhul Albani ka thënë që hadithi është sahih. Andaj mos ta neglizhojmë sunetin, këtë sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, salavatin ndaj tina sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej kushteve që i kanë përmend dietarët, apo prej edukatës së duas ndaj Allahu xhelle xhelalu që neve më pranu duaja tek Allahu xhelle xhelalu pas falënderimit ndaj Allahu subhanahu wa taala është edhe me çu salavate pi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndëgjuar një person duke bërë dua. Mirë po nuk e ka përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka çu salavat pi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Astaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ndëgjoi thot, është ngutur fulani, është ngutur filani, i cili e ka lut Allahun, mirë po nuk e ka përmend dhe nuk ka çu salavate mbi mua. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka këshilluar dhe i ka thonë, idha salla ahadukum, nëse dikush don me lut Allahun xhelle xhelaluhu, parsisht le ta falënderon Allahun subhanahu wa taala. Pastaj le të çon salavate mbi mua e pastaj le të lutet aq sa dëshiron dhe çka dëshiron tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj kjo është edhe prej edukatës së lutjes, që kur ta lusmi Allahun xhelle xhelaluhu se pari ta falenderojmë Allahun e pastaj të çojmë salavate tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse Omeri radhiyallahu anhu, një prej fjalëve të Omerit radhiyallahu anhu është se ai i cili i lutet Allahu subhanahu wa taala dhe nuk shon salavate pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot mbetet lutja e tij e papranuar, apo e mbetet lutja e tij pezull derisa të çon salavatën pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E sidomos të çojmë salavate në ditën e gjuma, në ditë të zgjedhur, nga se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai i cili çon salavatën mbi mua në këtë ditë, Allahu xhelle xhelaluhu i bjen apo çon me laçe të cilat ja transmetojnë salavatet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kthen selamin muslimanëve ata të cilët i dërgojnë salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.